Bismillahirrahmanirrahim. E fillojmë për herë me emrin e Zotit të Madhreshëm, e përshëndesim e qojmë shumë selame, shumë të fala Muhamedit a.s. familjes së tij, shokëve të tij, gjithë pasuesve të tij, pejgamberëve para tij dhe gjithë njerëzve të mirë të kësaj bote. Një nga përshkrimet më të larta, një nga epitetet me të cilat vlerësohet pejgamberi a.s. në Kur'anin fisnik është epiteti qenunit robi i Allahut. Prandaj në Kur'anin fisnik shpeshherë Allahu i Madhreshëm e përshkruan pejgamberin ose e cilëson si robi i Allahut të gjithësisë. Madje pejgamberi alayhis salam këtë cilësi e la dhe si trashëgimi shpirtërore për ummetin e tij, e la si emanet në ditët e fundit të jetës së tij, e patlan si emanet, e patlan si porosi që njerëzit të kenë kujdes kur e lavdrojnë pejgamberin alayhis salam. Ai ju pa thënë muslimanëve, mos e teproni me mua siç e tepruan te krishterët me Isain. Pra, mos me shejtnoni, mos kur vendosni me më lavdru, mos e teproni. Pra, siç e tepruan te krishterët me Isain, birin e Mërjemës. Kur doni të me lavdroni, për mu thuani dy epitete: i dërguari i Allahut dhe robi i tij. Edhe në deklaratën islame që ne themi në shahadet, ne themi dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet veç Allahut Madhreshëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhis salam është i dërguari dhe robi i tij. Mund të themi është i dërguari i tij, por nëse ja shtojmë fjalën rob, domethënë e pasunojmë ose e çojmë në vend emanetin cilin e ka lënë vetë pejgamberi alayhis salam. Megjithatë, fjala rob në perceptimin njerëzor është shpesh e ngarkuar me kuptim negativ. Sepse njerëzimi ka përjetuar historikisht skllavërinë si një nga sistemet më poshtruese, më raciste, sistem ky që e denigronte dinitetin njerëzor dhe mas me keqja trajton të njeriun si një gjësend, siç e dini të gjithë. Prandaj, fjala arab në perceptimin njerëzor dhe në perceptimin fetar ka një dallim shumë esencial dhe mendoj që është e nevojshme me pa veçanërisht nga pikpamja Kuranit fisnik. Domethënë, pikpamja simbas Kuranit dhe pikpamja simbas historisë ose perceptimit njerëzor. Prandaj, fjalën rob kemi nevojë me sqaru, domethënë nga pikpamja fetare dhe nga pikpamja historike. Pra, le të referohemi Kuranit fisnik. Në Kuranin fisnik, kjo fjalë bart një kuptim, domethënë krejt ndryshe, krejt tjetër, shumë larg asaj që disa njerëz mund ta perceptojnë. Zoti i lartësuar e përdor fjalën abd në dy forma të shumësit. Pra, fjala abd, rob, kur e përdor Zoti i Madhreshëm në Kuranin fisnik, në formën e shumësit, e ndan në dy kuptime ose në dy terme. Termi ibad dhe abid, të cilat megjithse dalin nga njëjta rrënjë, pra nga njëjta fjalë, bartin dy koncepte komplet të ndryshme. Ibad, abid. Fjala ibad simbas pikpamjes kuranore, e cila vjen bukur shumë e përmendur në Kuranin fisnik, nënkupton robër që adhurojnë Allahun me zgjedhje të lirë. Ata i binden Zotit me vetdije, dashuri dhe në nështrim të vullnetshëm. Pra, nuk bëhet fjala për skllavëri. Ne nuk kemi skllav të Zotit. Ne jemi robër të Zotit, me vullnet dhe dëshirë të lirë. Kjo është robëria që buron, domethënë, kryesisht nga dashuria dhe njohja që ne kemi për Zotin e Madhreshëm. Domethënë, Allahu i Madhreshëm, fjalën ibad në Kur'an, në kuptimin pozitiv e përdor nën këtë nocion, domethënë synon këtë kuptim. Ndërkaq, fjala abid, që kishim mujt me përkthy kushtimisht si skllëvëri, tregon robër ose skllëver që janë të detyruar, ku dorëzimi tyre nuk është akt i lirë,
por është akti imponuar. Prandaj këtë të dytën nuk e kërkon Zoti nga ne, e kërkon të paren, ibad, rob me vullnet të lirë ndaj Zotit, dhe jo abid, rob pa vullnet. Madje, Kurani fisnik ka ardhur për t'i ndihmuar njeriu të lirohet nga kjo lloj skllavërie, pa dëshirë, pa vullnet, që kësisht njeriu është bërë ose është përdorur si sistem të kaluarën, kur njeriu e ka përdorur tjetrin si skllav ose si pronë. Në Kuranin fisnik, Zoti asnjëherë nuk ka thonë sklavërit e mi, abidullah, por gjithmonë ka thënë ibadullah, robërit e mi. Dhe ky është një dallim kuptimor shumë i thellë dhe shumë i nevojshëm, sidomos për ata që eventualisht kanë tendencë me ngatru këtë kuptim. Ne jemi ibadullah, robër të Allahut, jo abidullah, sklavër të tij. Madje këto dytën në asnjë variant nuk e kërkon Zoti i gjithësisë, sepse ibad janë ata që i dorëzohen Zotit me dëshirë, me vetdije, ndërsa abid janë ata që nënshtrohen pa zgjedhje. Allahu i gjithësisë na ka dhënë nderin të jemi rob të lirë, që duan dhe adhurojnë atë, jo të detyruar dhe pa vullnet. Asnjë vlerë nuk ka çfarëdo lloj nënshtrimi dhe adhurimi pa vullnet, sepse Zoti i Madhëshëm, qysh në fillim kur e ka kriju njeriun, e ka kriju qenie me vullnet lirë. Prandaj nuk ja ka kërku sklavrin kuptimin e imponimit, ja ka kërku robërin kuptimin e vullnetshëm, kuptimin e lirë, kuptimin e dashurisë që ai ka për Zotin. Prandaj njeriu mund të adhurojë Zotin edhe mund mos të adhurojë Zotin e gjithësisë. Pra është i lirë, nuk i ndodh diçka në këtë botë. Në Kuranin fisnik, kjo robëri me vullnet të lirë, pra ibad, përmendet dikun afër 196 herë, kryesisht në dy momente ose dy periudha në të cilat kalon qenia njerëzore. Në periudhën e parë është jeta e kësaj bote, dhe në periudhën e dytë është jeta e përtejme, jeta në xhenet. Ndërkaq, robëria e imponuar, abid, përmendet vetëm 5 herë në Kuranin fisnik, dhe atë në kontekstin e ringjalljes, apo siç i themi ne ditës së llogaridhënies, kur njeriu nuk ka mos zgjedhje, por është nën pushtetin absolut të drejtësisë hyjnore. Aty nuk mund të thotë po nënshtrohen ose s'po nënshtrohen. Pra, periudha kur njeriu vdes dhe pret llogaridhënien para Zotit, ditën kur do të dalin me dhon llogarin para Zotit, jemi abid, jemi të nënshtruar, nuk kemi vullnet, nuk kemi kaikum, siç themi. Kështu pra, robëria ndaj Allahut në pikpamjen kuranore, në pikpamjen fetare, nuk është poshtrim, nuk është skllavëri, nuk është nënçmim. Përkundrazi, është shprehje e lirisë më të lartë, sepse vetëm ai që i dorëzohet Zotit lirohet nga çdo formë e robërisë. Në një farë forme, ne besojmë që njeriu ka një farë tendence, domethënë ti nënshtrohet dikujt, madje edhe egos e tij, madje edhe, si më thon, dëshirave të tij. Dhe për aq kohë sa ne kemi një farë tendence me u dorëzu dikujt në këtë botë. Në rastin më të keq kishim mujt me u dorëzu dikujt më poshtë se ne ose sikur ne, në rang me ne, atëherë ne kërkojmë të dorëzohemi Zotit me vullnet lirë, dhe ky dorëzim që ne ja bëjmë Zotit na jap lirinë neve ndaj çdo zoti tjetër që kish mujt me dal prej kategorisë tonë ose edhe më poshtë, pra prej zotave të rrajshëm, prej varësive të ndryshme që munden me u trajtu sikur të ishin zota. Prandaj, përderisa jemi të tillë, ne pretendojmë që është patjetër të dorëzohemi Zotit të gjithësisë dhe aty e fitojmë lirinë pastaj për të mos qenë rob të askujt në këtë botë veç Zotit të gjithësisë. Faleminderit shumë.